Kryemadhi, keni bërë parashtrime të gjëra, gjata, madje edhe me defekte sistemit në sa morën vesh? Po pak po s'ka gjë, unë duke qenë IT për këtë punë, kështu që e realizua. Mbrojtja ime ishte prej 90 faqesh, ku përmblidhte të gjithë sqarimin dhe shterus të gjithë akuzës, sepse në fakt në 240 faqe akuzë që janë paraqitur, 35 janë për Qesdiën, për Ilir Metën, gjithë pjesa tjetër është e detajuar dhe është fokusuar tek unë. Qoftë për ligjin e minjerave, qoftë për ligjin e terminimeve, interkoneksionit dhe fibrës optike, qoftë edhe për mosdeklarim pasurisë apo për pastrimin e produkteve të vetë penale të shtëpisë time që pretendohet që është bërë për me dhe mamas time. Sigurisht edhe për lobimin për GSI-sën, ku u i paraqitëm prokurorëve të atë anën kontradiktore që GSI-s ka bërë me statementin e bankës dhe faturave të lëshuara mbas pagesave që janë bërë, por që i paraqita dhe në gjykat edhe 2 kontrata që Unify ka me GSI-sën, edhe të 2016, pra ato që prokuroria pretendon që janë paguar për LSI, edhe të 2023, ku Unify vazhdon dhe ka bashk një kontratë tjetër me ta. Por që nuk mund të merren për shkak sepse duhet merren sipas kodit procedurës penale, marrja e provës që merren sipas procedurave, kështu që unë nuk i dorëzova, është një detyrë e prokurorisë që të dyja këto kontrata të GSI-s me Unify duhet i marrin nëpërmjet letërporosisë dhe nëpërmjet vendimit gjykatës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu sikurse kërkova edhe meqense Adrian Shatku përmendë 327 herë në dosje për veprën e korrupsionit për mua, i kërkova që përsëri prokuroria të thrasi, ta marrin në pyetje apo të dërgoj letërporosi që t'i bëjnë supina në Amerikë për ta pyetur për gjitha akuzat që më drejtohen mua, pasi ai është personi kryesor. Sigurisht që mbrojtja ime është më e gjatë në aspektin se sa të zotit Meta, sepse zoti Meta s'ka asnjë mesazh, zoti Meta s'ka asnjë firmë, zoti Meta s'ka asgjë. Edhe për ligjin e minjerave, propozuesi i ligjit minjerave që pretendon Spaku si vepër korruptive midis meje dhe kompanive të minjerave, është Edi Rama propozuesi, konceptuesi ministri asaj kohe të po patjetër. Po patjetër që e kërkuam nga organet e drejtësisë që të jetë dëshmitar dhe tregoj cili është korrupsioni që ose po themi intimidimi që i kanë bërë zotit Rama për të propozuar ligjin për minjerat. Po kështu kërkuam që t'jenë deputetët e Komisionit Veprimtarive Prodhuese, kryetari, deputeti relator, sepse të marrim pyetje se nëse unë akuzohem se pas kam dhënë një vot për ligjin për një amendament të minjerave të propozuar nga deputetja Esmeralda Shkjau, që e përshëndes se s'ka faje shkreta, se s'ka zbër asnjë gjë të, më tregojnë çfarë ndikimi të palishëm kanë pasur ndaj deputetëve, duke filluar nga kryeministri Edi Rama, nga kryetari i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese dhe deputetëve tjerë. Po kështu, edhe për sa i përket fibrës optike që pretendohet që unë kam bërë vepër penale, korrupsion në korrik të 2014-s, ka një vendim të qeverisë shqiptare me kërkesë të zonjës Mirelena Arito në janar të 2014-s. Pra, Unify, që këta më akuzojnë mu që kam bërë korrupsion me të, ka punu me Edi Ramën, me Sali Berishën, me Genc Pollon, me Milena Ariton, para se të dilte në provat e Spakut. Pra Spaku s'kishte asnjë provë. Megjithatë, ata kërkuan kohë që të shikojnë, unë ja dorëzova një kopje të fjalës time dhe gjithë materialit tim dhe videoklip, pra po themi të slajdeve të dokumentit që prezantova, ja dorëzuam Spakut që ta shikojnë, ndërkohë kundërshtova edhe ekspertizën e Spakut, pasi ekspertja mund të jetë grua shumë e mirë, nuk kam asnjë gjë, ka eksperiencën e saj, po është marrë në mënyrë palishme sepse është e njohshme, sepse 2 muaj para se të merrte të bënte ekspertizën time financiare, është emëruar nga prokurori i çështjes Altin Dumani, pra si eksperte, kështu që ka konflikt të drejtë për drejtë interesi dhe paguhet nga institucioni i Spakut, ndërkohë nga ana tjetër, ekspertja ka llogaritur dietat komisionit, ka llogaritur 2 herë. Pra, sipas ekspertizës Spakut, unë i bie që nga viti 2002 deri në vitin 2023 kanë furnizuar makinën, nëse kanë furnizuar 100 herë, sipas ekspertes se kanë furnizuar 200 herë. Pra, nuk futen 2 pompa karburanti ke i vrim e servisit e serbatorit makinës. Pra, sipas logjikës këtyre ka absurditete, megjithatë, këto mund të vinë edhe si rezultat, po themi, edhe të dokumentacioneve faqes voluminoze, sepse të gjithë faqet që kujtojnë shkojnë rreth 148.000 faqe. Unë pothuajse pjesën më të madhe e kam parë, po kështu dhe për çështjen e shtëpisë, ka rezultuar, sipas vetë dokumentave të Spakut, e gjithë mbrojtja ime është bazuar vetëm në dokumentat që ka disponuar Spaku në CD,
ka hetuar një hetim administrativ nga ILDKP-ja dhe Drejtoria e Pastrimit Parave që në 2009. Pra, që nga 2009 deri në 2012, çështja e shpistimet famshme që përmendet edhe e mamas time ka pas një hetim administrativ për sa i përket hetimit të pastrimit parave dhe jo vetëm për mua, por edhe për maman time. Pra do të thotë që ka pas një hetim administrativ, por kjo nuk e ndalonte SPAK-un që të bënte një hetim penal për çështjen e pastrimit të produktit të veprave penale. Të jemi sinqert, unë jam shumë dakord deri këtu ta hetojnë, por përpara se të më akuzoj SPAK-u për pastrim të produktit të veprës penale, SPAK-u duhet të thotë cila është vepra penale që Monika Kryemadhi dhe Fatime Kryemadhi kanë bërë pastrimin e produktit. Pra, çfarë vepre penale kemi bërë ne, sepse ne shtëpinë kemi blerë në mars të 2010-s, SPAK-u pretendon për veprën penale sipas Altin Dumanit që është bërë në dhjetor të 2010-s. Pra, sipas kemi marrë lekët ne sipas këtyre para, pra pa u kriju dia, proces dia pra çështja e famshme. Sigurisht që edhe kjo ka anën e vet, prokurorët do japin argumentat e tyre. Shpresojmë që të shikojnë. Në fakt, ne nuk kemi në fashikuj, në listën e provave janë gati nja 30 prova që janë përgjime ambientale apo celular për personat të ndryshëm, të cilët nuk i kemi në fashikuj, dhe ndërkohë dhe ekspertimin e telefonit tim. Pra që jam shumë e lumtur se do shikoj mesazhet e mia me Edi Ramën dhe me gjithë të tjerët, dhe bëhemi gati për PowerPoint, sapo të marrim vesh se çfarë do ndodhi, që të shikojmë live mesazhet e mia me Edi Ramën në 2014. Dhe njëkohësisht do shikoj dhe kë kanë përgjuar dhe çka kanë folë për mua, ata që më kanë shajt. Si? Gjitha më, pallati fashist për shembull. Ose se si kemi zgjedhën Erion Veliajn, kryetar bashkie, ja kemi futur Ilir Metës. Se Ilir Meta donte Blendi Klosin, unë desha Erion Veliaj. Po fakt. Bashkë me Ramën ja futët Metës? Po pra zgjodhëm Erion Velin për kryetar bashkie. Dhe faktikisht prej Erion Velis jemi këtu, edhe ai prej Edi Ramës është atje.